Është dëshmia kyçe dhe më e ndritshme për mbrojtjen e vlerave të luftës së QK-s edhe të krajeve të QK-s në përgjithësi. Qëllimi ka qenë i komunikimi me zotin Thaçi si figurë politike e përfaqësimit të QK-s për të kuptuar realisht edhe për të mbrojtur vlerat e luftës së QK-s dhe për të këshilluar, sikur e thonte zoni Albright, që me hyrjen e forcave të NATO-s këshillonte çdo herë që nuk ka nevojë edhe nuk guxoni si pjesë e QK-s të bëni hakmarrje ndaj policisë civile serbe, sepse atëherë do të thotë kuptimi i luftës së QK-s. Jo rastisht ka pas kërkesa të jashtëzakonshme ndaj zotit Thaçi, sipas dëshmisë gjithmonë zotit Rubin, edhe gjatë konferencës së Rambujës, që të bindet zoti Thaçi që ta nënshon një marrëveshje e cila shihet që është e dëmshme, dhe për ata ndërprejti, që thash më herët, mbledhen e konferencën e Rambujës për të marrë opinionet dhe mendimin edhe komandantët e zona dhe opinionin e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, sepse pavarësisht se ishte një anë pozitive e ndërprerjes së luftës, arritjes një paqe, ishte një paqe gjysmoke e cila nuk ishte e favërshme për qytetarët e Kosovës, përkatësisht për Republikën e Kosovës, sepse nuk parashtritin marrëveshje të pavarësisë në të ardhmen. Gjitha këto kanë qenë, për mendimin tim, të administratës amerikane atëherë, që sa të arrujnë luftën në QK-s, ta kuptojnë luftën në QK-s si luftë çlirimtare, luftë gorile për ta mbrojtur pragun e shtëpisë, që të mos bëhen gabimet të mundshme eventuale që sikur sot të vërtetojnë thojza ndonjë akuzë e mundshme në dëm të luftës së QK-s dhe personave të caktuar apo edhe krejve të QK-s që sot gjenden në Hagë ende. Zoti Kastrati, diçka që ka qenë shumë bindse dhe argumentuesme ka qenë një deklaratë që e zotit Rubin dhënë si dëshmi që UÇK-ja Hashim Thaçi në këtë rast merrte direktiva nga komandantët e zonave. Dhe më tani prokuroria çdo gjë është munduar që ta paraqiste në aspektin hierarkisë, që çdo gjë që është kryer gjoja që ka qenë nën komandën e UÇK-s, ndërsa sot Rubin e përmbysi të tërën këtë, duke dhënë këtë deklaratë që UÇK-ja Hashim Thaçi merrte deklarata nga komandantët e zonës, edhe në ato që tha ajo tek konferenca e Rambujës. Çfarë do të thotë kjo dëshmi? Është dëshmia kyçe dhe më e ndritshme për mbrojtjen e vlerave të luftës së QK-s edhe të krajeve të QK-s në përgjithësi, sepse nga ajo që aktakuza e prokurorit pretendon se krejat të QK-s që sot gjenden në Hagë janë ndër ata kryesorët që kanë marrë vendime në orientimin e luftës dhe në atë veprime inkriminuese siç pretendon prokuroria, ka tregu që zoti Thaçi ka qenë udhëheq politik i luftës së QK-s dhe para publikut ka plasu vendimet e të tjerëve, të komandave të zonave për orientimin e popullsisë në vetë mbrojtje dhe luftën në QK-s për të mbrojtur aq sa ka mujtën dhe jo për të marrë veprime siç pretendon aktakuza në drejtim të asaj që t'ia bartë përgjegjësinë komanduese sot krejve të QK-s që gjenden në Hagë.